Mirëmëngjesi, ta të shikues të Klanit, dëgjues të Radios Klanit 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili ka gdhir më mirë se dia sigurisht, domethënë, dhe me një mod që parashikohet jetë i mirë, kryesisht me diell, me kalime shumë të vogla të reve, por edhe me temperatura që rriten goxha. 3-4 gradë në ky burri këtu, po që parashikimi nuk i dihet sepse ai shiu dje nuk je fare parashikim, po ja dha, domethënë, dhe ja dha goxha mirë. Kështu që pak a shumë ka përqenë një mund i mirë. Kaq punë parashikojmë, të tjerat si dihet. Të dashur miq, ne sot jemi e premte, data është 17 prill 2026, eksakte ora 7 fiks, dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni dashur miq, orën e parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema, për çfarë do flasim ditën e sotme? Nisur nga jo një ngjarje, po disa ngjarje aktuale në një aeroport, në një prej vendeve të Bashkimit Evropian, pasagerët vunë re diçka që shtetasit shqiptar, afrikan dhe ata arab kishin një kontroll më selektiv, do të thënë më të rrept, krahasuar me shtetasit e tjerë. Sipas teje, sipas jush, është kjo një sigurim më e fortë në aeroport apo thjesht racizëm i pastër?